تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion, dhe kë devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet. Ne nuk dim asgjë posa sa që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je gjithdituri I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na e përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetet tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Ad-Durusul Muhimme li Ammatil Ummah, pra mësime të rëndësishme për masat e përgjithshme të umetit, të autorit, djetarit kolosal Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, I cili ka vdekur në vitin 1420 të hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi të mësimi I 9, ku thot autori rahimahullah, bejanut të shahud, dhe më thënë sqarimi I të shahudit. Ka thënë, bejanut të shahud, wa hua in yaqul, dhe më thënë, duhet gjithashtu të sqarohet njerëzve dhe të shpjegohet kuptimi, dhe më thënia e të shahudit, dhe të shahudi bëhet duke thënë, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pastaj, thot pas kësaj, dërgon salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, salavat dhe bereqete bekime, dhe thot, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Këto që I ka përmendur autori rahimahullah janë format e transmetuara të shahudit, do të thënë të shahudit që fillon me fjalën at-tahiyyatu lillahi was-salawat deri në fund të shahadetit, është prej rukneve të namazit, prej shtyllave të namazit, nëse është, do të thënë për në uljen e fundit. Kurse në uljen, nëse namazi ka 2 ulje, atëherë në uljen e parë ose uljen e mezit të namazit është obligim, është prej vajxhibeve të namazit. Dhe kjo është një formë e transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë e ka transmetuar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe është në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit. Përndryshe ka edhe forma të tjera të sakta që janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por më e vërteta, me zinxhirin më të fortë, është kjo formë dhe është me kuptimet më të plota, edhe është më e njohura. Do të thënë, siç kanë thënë gjithë sahabët ose shumica e sahabeve, do të thënë, dhe shumica e tabiinëve e kanë zbatuar këtë. Do të thënë e kanë përdorur këtë formë të shahudit dhe siç thotë Imam Ibn al-Qayyim, renditja e fjalëve në këtë formë është më e plotë edhe I ka kuptimet më gjithëpërfshirëse.
Këtu në tashahhud, pra themi në fillim at-tahiyyatu lillah. Duhet ta kuptojmë se shikoni sahabët si kanë transmetuar, domethënë ashtu si kanë dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë mësuar në përpikmëri edhe i kanë transmetuar, ua kanë mësuar të tjerëve. Dhe për këtë shkak duhet të kihet parasysh që të mësohen sakt, edhe shkronjat, edhe zanoret, edhe fjalët, renditja e fjalëve, ndalja kështu me radhë, se këtë që e ka transmetuar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tregon se ja ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe Abdullah ibn Mas'ud e ka pas dorën, domethënë mes dy duarve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë ja ka kapur dorën me të dy duart dhe ja ka mësuar këtë, ka thënë Abdullah ibn Mas'ud, siç më mësonte surat e Kuranit. Domethënë që do të thotë, duhet secili musliman ta mësoj kështu në formën e saktë, që ta thotë tamam, si ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa shtuar ndonjë fjalë ose pa mangësuar ndonjë fjalë, ose gjithashtu pa shtuar ose mangësuar ndonjë shkronjë ose shqiptim të ndonjë zanore ndryshe. Do të thonë duhet të mësohet me saktësi. Kjo lutje ose ky dhikr, do të thonë përmban kuptime madhështore. Do të thonë prandaj njeriu edhe duhet të mësoj fjalët saktësisht me precizitet, edhe duhet ta mësoj kuptimin dhe domethënien që ta di se çka thot në namazin e tij. Në fillim thot at-tahiyyatu lillah. Do të thonë drejt për drejt fjala at-tahiyyatu lillah do thot përshëndetjet janë vetëm për Allahun. Dhe me fjalën përshëndetje, tahiyyat, do të thot çdo madhrim që i bëhet Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe siç është në namaz, rukuja, qëndrimi gatitu drejt para Allahut, rukuja, sejdja, nënshtrimi, përullësia, edhe dëshira për t'ju lutur Allahut subhanahu wa ta'ala me modesti dhe me përullësi, këto janë përshëndetje që njeriu ja drejton vetëm Allahut të lartësuar dhe askujt tjetër. Si ka thënë Allahu, ja ejuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. O ju që keni besuar, bini në ruku, do të thonë përkuluni, bini në sejdë të përullur dhe adhuroni Zotin tuaj. Dhe kjo fjalë do të thonë që të gjitha këto përshëndetje, madhrime dhe përullësi ja bëjmë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. I drejtohemi vetëm Allahut me to dhe askujt tjetër. Pastaj was salawat, edhe gjithashtu salavat. Fjala salavat është shumës e fjalës salah, që do të thonë lutje. Do të thonë të gjitha përshëndetjet, pra adhurimet, madhrimet janë vetëm për Allahun dhe të gjitha lutjet ja drejtojmë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thonë që nuk e lutim askënd përveç Allahut, nuk strehohemi te askush përveç se tek Allahu, nuk i drejtojmë asnjë kërkesë askujt përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, si ka thënë Allahu i lartësuar, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pra Zoti juaj ka thënë, mu lutni, unë do t'ju përgjigjem. Dhe ka thënë, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Pra kur të pyesin robrit e mi për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Pra mund të jetë kuptimi i fjalës salavat, do thotë lutje, kuptimi gjuhësor, ose mund të jetë kuptimi sheriatik, do të thonë namazi. Edhe namazi me çdo gjë që përfshin në të. Pra namazet, themi at-tahiyyat, përshëndetjet janë vetëm për Allahun. Dhe namazet, çdo namaz që e bëjmë, që përfshihen aty lutje të shumta dhe madhrime dhe përshëndetje të shumta për Allahun subhanahu wa ta'ala. Që do të thonë se secilin namaz ja drejtojmë vetëm Allahut, si na ka urdhëruar Allahu të themi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pra thuaj namazi im dhe të gjitha lutjet e mia dhe kurbani im dhe gjithë jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave.
la sharika lahu, i cili nuk ka asnjë ortak. Pastaj wat tayyibat, edhe të mirat ose të pastrat. Fjala tayyib ka përfshin kuptim, domethënë të çdo gjëje që është e pastër, e kthjellt, e mirë, e dobishme dhe e këndshme. Do thotë, prandaj përdoret në kontekstet ndryshme, me kuptimet ndryshme, por domethënë i përfshin gjitha këto. Domethënë çdo gjë që është e mirë, e këndshme, e pastër, e kthjellt. Dhe kur themi wat tayyibat, domethënë gjitha këto të mirat i takojnë vetëm Allahut, do thotë, pra çdo gjë, çdo fjalë edhe çdo vepër që është e mirë dhe e pastër, i takon, ja drejtojmë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Si ka thënë Allahu, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, do të thonë tek Allahu ngrihet fjala e mirë, fjala e këndshme ose fjala e pastër, ngrihet tek Allahu, wal 'amalu s-salihu yarfa'uhu, edhe veprat e mira lartësohen, ngrihen te Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thonë çdo fjalë dhe çdo vepër që është e pastër dhe e mirë. Për këtë shkak njeriu, do të thonë me këto vepra të pastra, pastrohet gjatë jetës së tij. Dhe për këtë shkak kur të hyjë në xhennet, i thon rojet e xhennetit, i thon tibtum fadkhuluha khalidin. Do të thonë tibtum, ishit tayyibin, ishit të pastër dhe të mirë, do të thonë që keni vepruar mirë, prandaj hyni në xhennet ku do të jeni përgjithmonë. Prandaj do thot veprat e mira, të pastra dhe të këndshme, fjalët dhe veprat, do të thonë që janë pjesë të imanit, veprat e imanit, fjalët e imanit, të gjitha ja drejtojmë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala dhe nuk lejohet të drejtohen askujt përveç fytyrës së Allahut të lartësuar. Dhe gjithashtu, njëkohësisht, do të thonë kuptimi është se çdo gjë që është e mirë edhe e dobishme dhe e pastër vjen nga Allahu i lartësuar. Se është prej emrave të Allahut tayyib, at-tayyib, do të thonë i pastri, ose i miri, do të thonë me gjitha këto kuptime që i tham, se çdo gjë që vjen prej Allahut është e pastër, e mirë, e këndshme dhe e dobishme. Çdo gjë që vjen. Do thotë të gjitha emrat e Allahut janë të bukur. Të gjitha cilësitë e Allahut janë të bukura dhe të larta dhe të pastra. Dhe veprat e Allahut janë të pastra dhe të mira dhe të dobishme. Do të thonë në secilin emër të Allahut ka tib, do thotë mirësi, pastërti, bukuri, dhe në të gjitha veprat e tij ka mirësi, pastërti, bukuri, fjalët e Allahut gjithashtu janë të pastra. Do të thonë çdo gjë që vjen nga Allahu subhanahu wa ta'ala është me këtë cilësi. Prandaj themi at-tayyibat në të dy kuptimet. Do thotë edhe çdo gjë e pastër është e Allahut, do të thonë të gjitha cilësitë, emrat, veprat, fjalët që i ka thënë Allahu, edhe që ja ka zbritur robërve të tij, janë të pastra, të mira dhe të dobishme, dhe njëkohësisht, do të thonë veprat tona të pastra edhe fjalët, pra ja drejtojmë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj pas këtyre madhrimeve për Allahun, pas i thot at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Do të thonë përshëndetjet, lutjet, namazet dhe të gjitha të mirat dhe të pastrat janë vetëm për Allahun. Atëherë, do të thonë pasi e bën këtë afrim te Allahu subhanahu wa ta'ala me përulësi dhe me madhrim të Allahut, atëherë fillon lutja. Edhe lutja fillon me përshëndetje, do të thonë pasi u than fillim tahiyat, përshëndetjet, atëherë japim përshëndetje edhe për robrit e Allahut, për krijesat e Allahut. Mirpo përshëndetja për robrit e Allahut është me lutje për selam. Kurse fjala selam do të thotë shpëtim dhe mirëqenie. Do të thonë që kur lutesh ti për dikën që të ketë selam, do të thonë që të ketë çdo mirëqenie dhe të jetë i shpëtuar nga çdo goditje ose mangësi. Do të thonë kjo është lutje për çdo të mirë në dunja dhe ahiret. Prandaj
Këtë lutje e fillon me më të vlefshmin e të gjitha krijesave, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Themi Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Do thot selam qoftë për ty o pejgamber, o profet. Kjo është që e kanë transmetuar sahabët. Mirë po është transmetuar gjithashtu edhe prej disa prej sahabeve, që pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë thënë Assalamu ala nabi. Do thotë kur i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka mësuar me këtë fjalë Assalamu alayka ayyuhan nabi. Do të thënë selami, shpëtimi, paqja, mirëqenia, mbrojtja qoftë për ty o pejgamber. Kurse pas vdekjes disa prej sahabeve kanë thënë Assalamu ala nabi. Do të thënë selami qoftë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ijtihad prej disa sahabeve. Nuk është i transmetuar si fjalë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por me që e kanë bërë, do të thonë disa prej sahabeve, inshallah lejohet edhe kjo formë, edhe Sheikh Al-Albani rahimahullah thotë se pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet përdoret vetëm kjo. Do të thonë se nuk i drejtohemi direkt Assalamu alayka, do të thonë paqja qoftë mbi ty o pejgamber. Kështu është mendimi i disa dietarëve, prandaj nëse e bën njeriu këtë, nuk është shumë problem. Megjithëse mendojmë se më e saktë është thuhet ashtu si i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët, edhe kuptohet se sahabët e kanë thonë të shahudin edhe në afërsitë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kur kanë qenë shumë larg, edhe do të kjo nuk do të thonë se janë drejtuar në formë të lutjes ose duke besuar se ai është prezent, por është lutje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjithashtu nuk ka ndonjë fjalë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë pas vdekjes sime, thoni Assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë kjo lutje fillohet duke u lutur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasi ai është më i vlefshëm i krijesave dhe përmes tij ka ardhur mirësia më e madhe për të gjitha krijesat. Do të thonë ai është ndërmjetësi që e ka sjell nga Allahu subhanahu wa taala këtë mirësi madhështore, fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe fjalën e Allahut Kur'anin. Prandaj ai është më meritor që të lutemi për të, edhe ta nderojmë pozitën e tij dhe të lutemi për ngritjen e pozitës së tij, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë, i ka ardhur shpallja nga Allahu dhe ai e ka kumtuar dhe e ka përcjell në mënyrën e plotë dhe të qartë, e ka këshilluar umetin, ka luftuar në rrugën e Allahut, ashtu si i takon Allahut subhanahu wa taala, derisa i ka ardhur vdekja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe dihet që nuk ka lënë asnjë të mirë për cilën nuk e ka mësuar umetin dhe nuk ka lënë asnjë të keqe për cilën nuk e ka paralajmëruar umetin. Prandaj e kuptojmë se në çdo herë në lutjet tona nuk harrojmë ta përmendim edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra këtu themi Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Do të thënë selam, gjithashtu edhe mëshira e Allahut, edhe bereqetet dhe bekimet e Allahut qofshin me ty, o i dërguari i Allahut. Të gjitha këto janë lutje, do thotë, si tham, es-selam, do më thonë shpëtim dhe mbrojtje. Thotë shpëtim prej çdo goditje dhe mbrojtje nga çdo e keqe. Edhe rahme, mëshirë, do më thonë, pra mëshira e Allahut subhanahu wa taala, që është e veçantë për besimtarët. Mëshira e Allahut është gjithëpërfshirëse dhe Allahu ka veçuar mëshirë që është e veçantë për robërit e tij besimtar. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka ndarë mëshirën e tij në 100 pjesë. Një ka zbritur në tokë ose në këtë botë. Edhe me këtë mëshirë, do të thënë shihni se si edhe kafsha, lopa për shembull, do të thënë ka kujdes se ku e vendos këmbën e saj, që mos ta dëmtoj viçin e vet. Edhe shohim edhe egërsirat më të egra, do thotë,
se sa të buta dhe sa të mëshirshme janë për të vegjëlit e vet. Domethënë, ka thënë me këtë një pjesë të mëshirës së Allahut, mëshiroheni ju edhe i shihni mëshirën e kafshëve. Kurse 99 Allahu subhanahu wa taala i ka ruajtur për robërit e tij besimtar në ahiret. Dhe ka thënë Allahu wa kana bil mu'minina rahima, domethënë Allahu është mëshirues për besimtarët. Kurse bereqete dhe bekime, domethënë shtim i çdo të mire. Pra, e lutim Allahun subhanahu wa taala me këtë fjalë që t'ia shtoj të gjitha të mirat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është ajo që ja ka dhuruar Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi e shohim se që nga dita e parë kur i ka ardhur shpallja, ka shku te Khadija radhiyallahu anha, edhe ka thonë khiftu ala nafsi, do të thonë po friksohem për veten time, se çka do të më ndodh. Do të thonë në atë moment kur ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam njeriu i vetëm që ka qenë besimtar dhe me tauhid dhe i ka ardhur shpallja nga Allahu subhanahu wa taala. Në atë rrethin ku shirku, errësira, devimi, do të thonë kanë qenë që e kanë mbulu gjithë botën, në atë kohë, do thotë jo vetëm në atë vend, në të gjithë botën e ka mbuluar errësira. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sprovuar dhe ka luftuar dhe është përndjekur dhe ka vuajtur për këtë rrugë, mirë po gjithmonë i ka ardhur vetëm shtimi i të mirave. Do të thonë që nga momenti i parë ka ardhur vetëm duke u shtuar e mira për të mirat e dunjas edhe të mirat e ahiretit. Dhe Allahu i ka thënë inna a'tainaka al-kauthar. Do të thonë të kemi dhënë të mirat shumëta, ose do të thonë dhe një prej tyre është ky veçim me një lumë në xhennet. Dhe kjo është, do të thonë, lutja për bereqet. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Do të thonë bekimet e shumta të njëpasnjëshme të Allahut qofshin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do thotë në tashahud fillon me këtë lutje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe duhet ta kuptojmë se tashahudi është një prej argumenteve të tauhidit. Dhe argumentet e tauhidit janë të panumërta. Një prej atyre është tashahudi, do të thonë si e pam në fillim, do thotë që gjitha të mirat, veprat, namazet, lutjet i drejtohen vetëm Allahut, dhe këtu kur lutemi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë ky selami është lutje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ai për të cilin i lutemi Allahut, nuk ka mundësi që të jetë e ligjshme të lutemi atij. Do të thënë ne i lutemi Allahut për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si ka mundësi që të jetë e ligjshme të lutemi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë edhe kjo fjalë është një prej argumenteve të tauhidit. Pasi e kemi filluar lutjen ndaj Allahut për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë lutemi për njerëz të tjerë, duke filluar nga vetja, themi assalamu alejna wa ala ibadillahi s-salihin. Do të thënë paqja, shpëtimi, mbrojtja, mirëqenia qoftë për ne dhe për të gjithë robërit e mirë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thënë kjo që i përfshin, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë robërit e mirë të Allahut në qiell dhe në tokë. Ka thënë gjithashtu transmetohet nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu se përpara se të mësonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë formë të tashahudit, në namaz ata kanë thënë at-tahiyyat, kanë thënë assalamu ala Allah, dhe këtë ua ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë Allahu është selam wa minhu as-salam. Do të thënë Allahu është prej emrave të Allahut është selam dhe prej tij vjen paqja, shpëtimi dhe mirëqenia dhe mbrojtja vjen prej Allahut. Prandaj nuk është e drejtë që të thuhet ky selam qoftë për Allahun. Por ka thënë at-tahiyyatu, edhe e shpjeguam çka do thotë tahiyat. Pastaj kanë thënë sahabët, pas kësaj kanë thënë assalamu ala fulan, assalamu ala fulan, do të thonë janë lutur për njerëz të shumt
Dhe u ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mjafton vetëm të thoni Assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Do të thënë, kjo i përfshin gjithë se kur fillon njeriu të rëndite me emra, do të thënë paqja, shpëtimi, mirëqenia qoftë për filanin, person ndoshta lutet për prindë vet, për tjerë, për filanin, ajo edhe zgjatet dhe gjithashtu nuk i përfshin të gjithë njerëzit ose të gjithë robërit e Allahut. Kurse me këtë fjalë, do të thënë është shkurt dhe gjithëpërfshirëse. Assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Do të thënë për ne dhe për të gjithë robërit e mirë të Allahut. Dhe robërit e mirë që janë në qiej, do të thënë melajket, edhe gjithashtu pejgamberët që kanë vdekur, edhe të gjithë njerëzit që janë tokë, të gjallë dhe të vdekur, për të gjithë ata lutemi. Do të thënë që të ketë paqe dhe shpëtim dhe mirëqenie dhe mbrojtje për ta. Gjithashtu edhe ky është argumenti i tauhidit, se kur ne lutemi për njerëz të mirë ose për robërit e mirë të Allahut, do të thonë se nuk lejohet të lutemi atyre. Do të ne i lutemi Allahut për ta dhe nuk e lutemi atyre që të na japin, do të thonë, prej të mirave, që të gjitha janë vetëm në dorën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pas këtyre fjalëve, atëherë e themi shahadetin, që gjithashtu është përfundim me tauhid. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pra dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut. Edhe këtu kemi rikonfirmim dhe vërtetim të fjalës së tauhidit. Fjala e tauhidit, që është fjala la ilaha illallah, që e përfshin tauhidin dhe e ka domethënien e tauhidit dhe qëllimin e tauhidit, që është mohimi dhe pohimi. Do të thënë mohimi absolut i adhurimit për çdo qoftë prej krijesave dhe pohimi i adhurimit vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të thënë la ilaha, askush nuk është meritor që të adhurohet dhe askujt nuk i drejtohet adhurimi illa Allah, përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe që do të thënë i gjithë adhurimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe dëshmojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut, do të thënë kjo është besim dhe miratim aprovim ose miratim dhe konfirmim se Muhamedi është rob i Allahut, që do të thënë nuk adhurohet, edhe ai është që adhuron Allahun dhe është i dërguari i Allahut. Do të thënë që duhet të ndiqet dhe duhet njeriu të bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë pra gjithashtu edhe dëshmia se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij ka edhe pohim edhe mohim. Do të thënë ka mohim të ngritjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përmi pozitën e robërisë, sepse ai është robi i Allahut, dhe mohim i adhurimit ndaj tij. Dhe ka pohim me fjalën Rasul, do të thënë se është i dërguari i Allahut, që do të thonë se duhet bindje e plot ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndjekje e plot e tij, pasi ka ardhur me shpallje nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk lejohet, do të thënë, të mohohet në një fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por është obligim të besohet çdo gjë që ai ka thënë, dhe të ndiqet, do të thënë, në rrugën e tij, të zbatohen urdhrat e tij, të largohet njeriu nga ndalimet që i ka bërë ai, dhe të mos e adhurojë Allahun në asnjë mënyrë tjetër përveç se sipas asaj që e ka adhuruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pas të shahudit, do të thënë pas kësaj, atëherë njeriu dërgon salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në namaz. Dhe këto salavate janë në të shahudin e fundit, dhe salavati gjithashtu, pra pasi është obligim përveç selamit edhe salah, gjithashtu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe për salavat ka format shumëta që janë transmetuar, që janë sahih, dhe por njëra prej tyre, që është më e sakta, që ka transmetuar Buhariu nga Ebu Mes'ud
al-Ansari, Ebu Mesud al-Bedri, radhiyallahu anhu. Do të thënë jo Abdullah ibn Mesud, por Ebu Mesud al-Bedri, radhiyallahu anhu. Është kjo formë që ka përmendur këtu autori rahimahullah: Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Themi Allahumma salli ala Muhammed. Ky salat, ose si e njohim në formën e shumësit, salavat, prej Allahut për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është, do të thonë, që Allahu e lëvdon në shoqërinë e lartë të qiellit. Do të thonë e lëvdon, e përmend dhe e ngrit emrin e tij para melaikeve. Ky është salavati prej Allahut për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo do të thotë mëshirë dhe ngritje në pozitë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse salavati prej melaikeve është për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është, do të thonë, lutje ndaj Allahut, pra që melaiket i luten Allahut që ta ngrej pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe gjithashtu melaiket e përmendin për të mirë, do të thonë, me lëvdata pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në shoqërinë e lartë. Dhe salavati prej besimtarve është gjithashtu, do thotë, lutje Allahut për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që Allahu ta mëshirojë dhe ta ngrejë në pozitë të lartë, dhe është gjithashtu përmendje me të mirë. Do të thënë ne gjithmonë e përmendim duke lëvduar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe është përmendur kema sallaita ala Ibrahim, do të thënë Allahumma salli ala Muhammed. Dhe themi wa ala ali Muhammed. Dhe gjithashtu për familjen e Muhammedit, salavat, është, do të thënë, që të plotësohet dhuntia për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë që ta shoh mirëqenien e vet dhe mirëqenien e pasardhësve të tij, familjes së tij. Pra me këtë plotësohet dhuntia, dhe për këtë shkak themi kema sallaita ala Ibrahim, do të thënë siç i ke dhënë salavat Ibrahimit dhe familje dhe pasardhësve të Ibrahimit. Pasi të gjithë pejgamberët pas Ibrahimit alayhis salam, të gjithë pejgamberët janë prej pasardhësve të Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Dhe kjo është, do të thënë, plotësimi i dhuntisë për Ibrahimin alayhis salam. Ja ka përmendur Allahu, do thotë që do ta japim Ishakun dhe pas Ishakut Jakubin, do të thënë që ta shohë edhe djalin e tij, edhe nipin e tij, do të thënë djalin e djalit, që ta shohë pasardhësit e tij, do të thënë me këtë plotësohet dhuntia për njeriu. Edhe prandaj themi siç ke dhënë salavat për Ibrahimin dhe pasardhësit e Ibrahimit, gjithashtu për Muhamedit dhe për pasardhësit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thonë autori rahimahullah, dhe barik, wa barik ala Muhammed, do të thonë jepi bereqet dhe bekime Muhamedit dhe familjes Muhamedit dhe deri në fund të këtyre salavateve. Tham bereqeti dhe bekimi është shtimi i të mirave dhe rritja e atyre të mirave. Edhe kjo është, do të thënë, që të shtohet vazhdimisht vlera dhe mirësia dhe pozita pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç e shohim që në dunja i shtuar gjithmonë, edhe vazhdon të shtohet dhe të rritet pozita, edhe gjithashtu në ahiret, padyshim vetëm i shtohet e mira dhe i rritet pozita dhe mirësia mbi të gjitha krijesat tjera. Do të thënë që afrohet te Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot autori rahimahullah, thumma yasta'idhu billahi fi at-tashahhud al-akhir min 'adhab jahannam wa min 'adhab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Pastaj në tashahhudin e fundit duhet ai që është duke u falur, do të thonë, të kërkojë mbrojtje tek Allahu, të kërkojë strehim tek Allahu nga këto katër çështje. Do të thonë nga dënimi i xhehenemit, nga dënimi i varrit, nga sprovat e jetës dhe vdekjes,
dhe nga sprovat e Dejjalit, ose nga, ajo vështirësi e sprovës së Dejjalit. Kjo gjithashtu është në hadith sahih, në Sahihun e Muslimit, nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ta bëj të shahudin dikush, atëherë le të kërkojë mbrojtje tek Allahu prej 4 çështjeve dhe I ka përmendur këto. Që njeriu të thotë Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabin nar. Do të thonë Allah kërkoj mbrojtje të Tij prej dënimit të varrit dhe prej dënimit të zjarrit, ose thotë Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr. Dhe thotë wa min fitnetil mahya wal mamat, prej sprovave të jetës dhe të vdekjes, wa min sharri fitnetil mesihid dajjal. Do të thonë dhe nga e keqja e fitnes së Dejjalit. Kemi përmendur shumë herë e'udhu, do thotë kërkoj mbrojtje dhe strehim. Do thonë dhe ai që strehohet te Allahu subhanahu wa taala, do thonë për të nuk ka frikë dhe nuk ka dëmtim. Kërkojmë mbrojtje nga dënimi I xhehenemit, sepse njeriu shpëtimi I vërtetë është që mos e shijojë asnjëherë xhehenemin. Edhe gjithmonë njeriu duhet t'i lutet Allahut që mos e shijojë edhe mos hyj asnjëherë në xhehenem. Kjo është, do të thonë, strehim edhe mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj mbrojtja nga dënimi I varrit, do të thonë, ky është argument se dënimi I varrit është I vërtetë. Edhe njerëzit në varret e tyre shpërblehen ose dënohen. Dënimi I varrit mund të jetë për kufër edhe për shirk, por mund të jetë edhe për mëkate, për njerëzit që janë, për njerëzit e tauhidit, se si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për 2 veta, që ka thënë janë duke u dënuar dhe nuk dënohen për diçka të madhe. Domethënë nuk është ka komentime të shumta për këto fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ka thënë nuk dënohen për diçka të madhe, por ajo është e madhe. Edhe një prej atyre është se nuk dënohen për kufër ose për shirk, por dënohen për mëkate të mëdha. Ose është për qëllim se nuk dënohen për diçka të madhe të rëndë, edhe diçka që njerëzit e shohin si vepër e madhe, por ajo është, domethënë është prej gabimeve të mëdha, edhe është prej mëkateve të mëdha. Njëri është dënuar se nuk është pastru prej urinës, dhe tjetri është dënuar se ka bartur fjalë mes njerëzve. Dhe prandaj njeriu gjithmonë I lutet Allahut subhanahu wa taala në secilin namaz në teshahudin e fundit që ta ruaj prej dënimit të varrit, sepse dënimi I varrit është do të një hap prej pjesëve të dënimit të ahiretit, edhe është dënimi I rëndë. Do të thënë në shumë hadithe janë përshkruar disa forma të dënimit, edhe një prej atyre është nëse njeriu nuk mund të përgjigjet në pyetjet që I parashtrojnë me lajket, do të thënë se e godasin ata me një hekur prej xhehenemit dhe prej atij hekuri bëhet në atë moment pluhur, edhe pastaj ringjallet ose rikrijohet prap, edhe prap goditet kështu deri në ditën e gjykimit. Edhe kjo është një prej dënimeve të varrit. Dhe gjithmonë njeriu, do të thënë, duhet ta ketë parasysh këtë dhe t'i kërkojë Allahut mbrojtje prej këtij dënimi. Pastaj ka thënë wa min fitnetil mahya wal mamat, do të thënë prej sprovave të jetës dhe të vdekjes. Edhe për këto kemi thënë në rast tjetër, sprovat e jetës janë sprovat që I vinë njeriut, do të thënë në jetën e kësaj dunjaje, se vinë sprovat shumëta, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sprovat I vinë zemrës së njeriut si hasra, do të thënë fije pas fije, vazhdimisht, edhe ajo zemër që I thith sprovat I bëhet një pikë zezë, kurse ajo që I refuzon, do të thënë është e mbrojtur ajo zemër me mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala, I bëhet një pikë e bardhë, dhe kështu derisa bëhen 2 lloje të zemrave, zemra të bardha dhe zemra të zeza. Dhe më e rënda prej këtyre sprovave është sprova
e vdekjes, domethënë në çastet e fundit të jetës së njeriut, sepse nëse bie ndonjë sprov, ndonjë devijim gjatë jetës, ka mundësi, ka afat, domethënë dhe mundësi të përmirësohet dhe të korrigjohet më vonë. Por nëse bie në sprov në çastet e fundit të jetës, edhe devijon, do thot në momentet e fundit para vdekjes, atëherë nuk ka afat për përmirësim dhe nuk ka korrigjim, edhe atëherë përfundimi i tij është i keq, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë veprat e njeriu vlerësohen sipas përfundimit të jetës, si është fundi i çastet e fundit. Dhe një prej sprovave më të rënda të jetës gjithashtu është sprova e Dejxhallit. Wa min sharri fitnetil mesihit Dejxhal, do të thotë kërkojmë mbrojtje nga e keqja e fitnes së Dejxhallit, ose nga fitnja më e keqe, që është fitnja e Dejxhallit. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ajo është sprova më e rëndë që do t'i vijë njerëzimit, edhe është, ka thënë, sharru muntadhar, do të thënë më i keqi që pritet. Pra më e keqja që pritet në këtë dunja është ardhja e Dejxhallit. Dhe do të vijë dhe është quajtur Mesih, El Mesihu Dejxhal, se njerë fjala Dejxhal do të thënë gënjeshtar i madh. Do thotë në gjuhën arabe ka disa nivele të kësaj fjale. Do të thënë nëse i thuhet dikujt kadhib, do të thënë është gënjeshtar, pastaj kadhab, do të thënë që është gënjeshtar i vazhdueshëm ose gënjeshtar i madh, kurse Dejxhal është më shumë se sa kadhib. Do të thënë është gënjeshtër më e rëndë, edhe më e tmerrshme. Dhe ai që ka këtë cilësi Dejxhal, do të thënë që gënjen gënjeshtra të më të tmerrshme. Dhe cila është gënjeshtra më e madhe? Është se thotë se ai është Zoti. Edhe pretendon se e ka në dorë xhenetin dhe xhehenemin. Edhe Allahu subhanahu wa taala i jep mundësi për shumë fenomene ose veprime që të jetë sprovë për njerëzit. Edhe prej tyre është se do të thënë u paraqet njerëzve sikur i nxjerr të vdekurit nga varret, edhe flasin, edhe u bën, do të thënë, shkon në përvende edhe urdhëron që të dalin thesaret e tokës, edhe dalin pasuri nga toka, edhe shkojnë pas Dejxhallit. Edhe kështu, do të thënë, sprova të shumta që shumë prej njerëzve bien në ato sprova, edhe mashtrohen pas tij, edhe shkojnë pas tij. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që kur dëgjon njeriu për ndonjë vend ku është Dejxhalli, të largohet nga ai vend, do të thënë tike në drejtim tjetër. Ka thënë men sami'a bid-Dejxhal falyan anhu. Do të thënë ai që dëgjon për ku është Dejxhalli, do thotë, le të largohet në anën tjetër prej tij. Do të thënë nëse dëgjon se ka ardhur në një anë, pra të ikë sa më larg prej Dejxhallit, sepse kur takohet njeriu me ta, do thotë vazhdon disa momente dhe shumica e njerëzve mashtrohen prej tij. Për këtë shkak njeriu gjithmonë përpara ardhjes Dejxhallit, do thotë duhet t'i kërkojë mbrojtje Allahut që mos bjerë në sprovën e tij, sepse ai që bie në sprovën e Dejxhallit, do të thonë është në kufër edhe është në xhehenem përgjithmonë, Allahu na ruaj. Për këtë shkak, do të thonë me të vërtetë muslimani duhet t'i kushtojë rëndësi kësaj teme, edhe të kërkojë mbrojtje te Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj, thot autori, pas kësaj, njeriu kërkon dua, do të thënë i lutet Allahut me dua çfarë do ai. Do thotë i ka renditur këto të shahudi, tham, salavatet, edhe pastaj thot lutje të tjera. Pastaj lutja, do të thënë për mbrojtje prej këtyre 4 çështjeve. E ka përmendur autori rahimahullah sigur obligim, do të thënë, pasi ka mendime, dhe kjo është në mëdhebin Shafii, do të thënë që janë dietarët e mëdhebit Shafii se kërkimi i mbrojtje për këtyre 4 çështjeve është prej obligimeve të namazit. Edhe përmendet se
Tawus ibn Kaysan, rahimahullah, do të thënë prej dietarëve të tabinëve, prej Yemenit, e ka urdhëruar djalin e vet që ta përsërisë namazin nëse nuk e ka bërë këtë lutje. Do thotë ka disa prej dietarëve që thonë se është obligim, pasi nëse e marrim hadithin, është në formë urdhërore. Pra, thotë pastaj kërkon mbrojtje tek Allahu prej 4 çështjeve. Edhe për këtë shkak dhahirit gjithashtu e marrin se, do të thënë, në kuptimin e dukshëm është që ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë lutje, do të thënë se është prej obligimeve të namazit. Mirpo, shumica e dietarëve janë të mendimit se nuk është obligim kjo lutje, por është prej lutjeve të mira që është mirë, do të thënë, të përdoren. Dhe argument është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u ka mësuar tashahudin, i ka thoni kështu at-tahiyatu lillahi deri në fund. Atëherë ka thonë pastaj zgjidhni çfarë dua doni. Do të thonë që lutjen e Allahut me cilën lutje të doni. Edhe kjo tregon se pas tashahudit nuk ka obligim, do të thonë, por është shumë e preferuar që njeriu të vazhdojë me salavate, pastaj pas salavateve vazhdon me lutje me ato që do. Do të thonë me lutje për cilat do vet, njeriu nuk është i detyruar për një lutje të caktuar. Wallahu a'lam. Pastaj do të thonë pra këtu thot Imam Ibn Baz rahimahullah, pas kësaj lutje, atëherë zgjedh çfarë lutje të doj, wala siyama al-ma'thur min dhalik. Dhe në veçanti lutjet që janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë tani flasim për tashahudin e fundit, do thotë at-tahiyatu, salavatet, kjo lutja kërkimi i mbrojtjes prej 4 çështjeve, dhe pastaj lutje sa të doj dhe çfarë të doj njeriu prej atyre nevojave dhe kërkesave dhe dëshirave që i ka të dunjas dhe të ahiretit. Do të thonë, ky është vendi mrekullueshëm dhe kohë mrekullueshme që njeriu të lutet shumë. Do të thonë, i lutet Allahut, pasi shikoni si ka filluar me namazin, do të thonë, me madhrimin e Allahut, me tekbir, surën Fatiha, lexim të Kuranit, ruku, sejdë, përmendje të Allahut, lartësim, tasbih, tekbir, hamd, të shumta, tauhid, do të thënë la ilaha illallah. Pastaj, do të thënë, duke i përsëritur këto prapë ruku, sejdë kështu me radhë, dhe në fund është ulur dhe fillon me përshëndetje për Allahun. Do të thënë, gjitha ibadetet janë vetëm për Allahun, shprehje për forcim të tauhidit, salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë do të thënë është përgatitur që dhe i është drejtuar Allahut që ti kërkoj kërkesat e tij. Do të thënë dhe ti lutet Allahut me atë që i nevojitet. Edhe prandaj njeriu duhet ta di se këtu është vendi që ta zgjas. Do të thënë jo të nxitoj të japë selam, sepse shumica e njerëzve duket sikur duan sa më shpejt ta heqin qafe namazin. Do të thënë sigurisht e një ngarkesë edhe shpejt ta heqin qafe, por duhet ta kuptojmë realitetin dhe shpirtin e namazit. Do të thënë pasi i bën njeriu këto afrime tek Allahu subhanahu wa taala, duke e madhruar me të gjitha format e madhrimit dhe lartësimit, edhe duhet ta di se është duke ju drejtuar Allahut, edhe se Allahu është para fytyrës së tij, duke e pranuar lutjet e tij. Si kemi thënë te surja Fatiha, do të thënë thot njeriu elhamdulillahi rabbil alamin dhe Allahu i përgjigjet, thot më lavdroi robi im. E kështu me radhë, do të thënë në secilën pjesë namazit duhet ta ketë, do të thënë njeriu këtë vetdije, dhe më në fund është përgatitur dhe është ulur para Allahut që ti kërkoj kërkesa. Edhe nuk ka problem që ta zgjas shumë këtë lutje. Do thotë nuk është problem që në tashahudin e fundit të rri kohë shumë më gjatë, edhe të lutet me gjitha lutjet që i duhen para se të japë selam. Dhe jo të nxitoj të japë selam dhe të largohet prej kësaj vlere. Edhe është një hadith që shumica e njerëzve dinë, do të thënë se lutja mes ezanit dhe ikametit pranohet. Edhe shohim shumë njerëz që kur falin namaz, qoftë sunetet e asaj kohe ose
përshëndetje xhamisë ose namaz nafile, nxiton sa më shpejt, t'jape selam, pastaj ngre duart edhe të lutet. Edhe kjo nuk është sipas udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë, kur je me sezonit dhe ikametit dhe je në namaz në këtë pozitë që e përmendëm, atëherë vazhdoje lutjen, edhe lutu shumë, duke e drejtuar gishtin, do të thonë në drejtim të kibles, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ky ngritja e gishtit është për lutje. Gjithashtu, duke ju drejtuar Allahut subhanahu wa taala, do të thonë vazhdon sa më shumë të lutet, pa dhënë selam. Jo me nxitim, disa njerëz japin selam, edhe i ngrejnë duart që të fillojnë të luten, do të thonë se është me sezonet dhe ikametit. Por zgjedh, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thumma yatakhayyar ba'du min ad-du'a'i ma sha. Pastaj njeriu mund të zgjedh çfarë do dua dëshiron. Domethënë cilat do ai t'i bëj. Që domethënë mund të lutet me kërkesa për të mirat dunjas, për përmirësimin e gjendjes së tij, gjendjes familjes së tij, fëmijëve kështu me radhë, edhe gjithashtu lutet për të mirat e ahiretit. Por më e mira prej këtyre lutjeve është që të lutet me ato thotë që janë në hadithe sahiha. Do thotë ato janë lutje më gjithëpërfshirëse, edhe më të plota dhe nuk kanë mangësi. Do thonë se lutja që formulon njeriu mund të ketë ndonjë tmet, edhe mund të jetë shkak ndonjë fjalë, do të thonë që refuzohet lutja. Kuptohet, lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë mangësi, edhe nuk kanë kështu pengesa. Dhe gjithashtu nuk mungon në to asgjë. Do thotë kërkohen të gjitha të mirat e dunjas dhe ahiretit. Një prej këtyre që e ka përmendur autori rahimahullah është kjo lutje që është në hadith sahih. Ka thonë po Sheikh Al-Albani ka bërë sahih. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Domthon kjo është lutje të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësuar Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu. I ka thënë wallahi inni la uhibbuk. Domthon pasha Allahun unë të dua ty o Muadh. Ja ka përsëritur 2 herë, ka thënë usika ya Muadh la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul, domthon të porosis o Muadh, mos e lër asnjëherë në fund të secilit namaz pa thënë Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Më thënë Allah, më ndihmo të përmend, të bëj dhikr, të falenderoj gjithashtu, të shprej falenderime dhe shukr, dhe wa husni ibadatik, dhe më ndihmo për bukurin dhe për sosmërin e adhurimit ndaj teje. Këto 3 çështje do thotë janë çështjet kryesore që njeriu duhet të angazhohet. Do të thënë angazhohet me përmendjen e Allahut. Edhe për të angazhuar me përmendje, duhet t'i lutet Allahut për ndihmë, që vazhdimisht jem leke dhakiran. Do të thënë që të përmend ty vazhdimisht. Allahumma a'inni ala dhikrik. Do të thënë gjitha këto janë lutje për ndihmë, do të thënë kërkimin ndihmës për adhurim ndaj Allahut. Si e fillojmë namazin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Do të thënë vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë për ta kryer adhurimin. Edhe në fund namazit me këtë, do thotë më ndihmo të përmend, të falenderoj dhe në mënyrën më të bukur të adhuroj. Do të thënë ka thonë wa husni ibadat, do të thënë që adhurimi të jetë i bukur. Dhe cili është adhurimi i bukur? Do thotë si ka thënë Allahu në Kur'an, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Do të thënë ju ka krijuar që t'ju sprovoj, t'ju vërë në provë cili do të bëj vepra më të bukura. Dhe ka thënë Fudali ibn Iyad, do të thënë më të bukura janë ato që janë të pastra për Allahun me sinqeritet dhe që janë sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë kjo është vepra e bukur dhe ibadeti i bukur, që është me këto 2 kushte. Do të thënë që është pastër vetëm për Allahun dhe është pastër vetëm sipas sunetit të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk ka thënë këtu më ndihmo që ala kathrati ibadatik, do të thënë për shumë adhurim, që të adhuroj shumë, por
që të adhurojë në mënyrën më të bukur, që të jetë adhurimi i pastër dhe i saktë. Dhe kjo është me të vërtet përmendja e kësaj lutje në fund të namazit është shumë e përshtatshme edhe shumë në vendin e duhur, sepse njeriu e ka fal namazin. Edhe gjatë namazit, do të thënë, e kujton adhurimin e Allahut dhe madhrimin e Allahut, e kështu me radhë, dhe në fund përsëri, do të thënë, e rikujton vetveten se këto adhurime i bën vetëm me ndihmën e Allahut. Do të thënë që si tham, që nga fillimi i namazit, të thotë vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë, do të thënë për kryerjen e adhurimeve. Edhe nëse njeriu, do të thënë, nëse është i përqendruar e kështu me radhë, ka mundësi që t'i pëlqejë adhurimi vet, prapë në fund thotë më ndihmo që ta kryej adhurimin në mënyrën më të bukur. Edhe për këtë namaz, por gjithashtu kjo njëkohësisht është lutje si për namazin tjetër. Do të thënë që edhe namazin tjetër ta kryej në mënyrën më të bukur dhe në namazin tjetër lutet për namazin tjetër e kështu me radhë. Do të thënë gjithmonë duke kërkuar prej Allahut ndihmë për adhurimin më të mirë. Këtë dua, po tham, ja ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabalit. Dhe shkakun e ka përmendur, do të thënë dashurinë ndaj tij, të dua. Ka thënë prandaj ta mësoj këtë. Edhe kështu që kush e ndjen gjithashtu dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet ta ketë parasysh, mos e harroj këtë dua. Dhe ka thënë në fund të namazit, dubur, do të thënë kjo fjalë do thotë në fund ose pas. Ose shkurtimisht, do të thënë fjala në fund të namazit, ndonjëherë përdoret për fjalë ose dhikre që bëhen pas selamit, ndonjëherë për para selamit. Dhe dietarët thonë për ta kuptuar këtë, çdo herë kur ka lutje, që ajo do të thotë në fund të namazit pa e përfundu, pa dhënë selam. Kurse kur ka dhikr, do të thotë në fund të namazit, do të thënë pas fundit të namazit, pas selamit. Dhe duan tjetër që e ka përmendur Sheikh Ibn Baz rahimahullah është Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Do thotë Allah, unë i kam bërë vetes shumë padrejtësi dhe nuk i fal gjunahet askush përveç teje. Prandaj më fal mua me një falje prej teje dhe më mëshiro, sepse ti je falësi mëshiruesi. Këtë dua ja ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrit radhiyallahu anhu, kur ka kërkuar, Abu Bekri ka thonë, më mësoj një dua që do ta them në namazin tim. Ose në tjetër transmetim, më mësoj një dua që ta them në namaz dhe kur të jem në shtëpi. Dhe e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë fjalë. Do thotë që njerë thotë o Allah, unë i kam bërë padrejtësi, i kam bërë dëm vetes shumë. Do të thonë zullum të shumt. Do të thonë shumë i kam bërë padrejtësi vetes. Këtë ja ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sidikut këtij ummeti, do thotë më të vlefshmit të këtij ummeti, dhe që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se imani e Abu Bekrit peshon sa imani i gjithë ummetit. Do thonë imani i këtij ummeti është dy pjesë, gjysma e Abu Bekrit, gjysma e gjithë ummetit tjetër. Por përveç kësaj edhe është më i vlefshmi i gjithë njerëzimit, i gjithë ummeteve. Do të thënë pas pejgamberëve të Allahut, më i vlefshmi është Abu Bekri radhiyallahu anhu. Edhe kuptohet, do të thënë, adhurimi i tij, sakrifica, vendosmëria, bindja e tij e plot, do thotë në këtë fe. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar që të lutet në këtë mënyrë. Do të thënë, o Allah, unë i kam bërë padrejtësi vetes shumë. Edhe patjetër që kjo duhet të jetë përkujtim për secilin musliman, do të thënë që në lutje duhet shumë të jetë modest, edhe shumë i përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe shumë i dorëzuar. Edhe thotë se i kam bërë padrejtësi vetes, dhe si i bën njeriu padrejtësi vetes, bën duke bërë haram, ose duke lënë ndonjë obligim, ose gjithashtu edhe nëse nuk bën haram ose nuk e lëm obligimin, njeriu është i vetëdijshëm se gjatë kryerjes së obligimeve ka mangësi. Do të thonë edhe kur e kryen namazin, edhe agjerimin, edhe secilin ibadet, thotë në to ka mangësi, edhe ka dobësi, kështu që
njeriu me këtë dobësi, domethënë i bën të padrejt vetes, edhe e privon veten prej disa të mirave. Pastaj thot wala yaghfiru dhunuba illa ant. Dhe gjunahet nuk i fal askush përveç teje. Domethënë s'ka Zot përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe askush nuk i fal gjunahet përveç Zotit të lartësuar. Se ka thënë Allahu, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Domethënë kush i fal gjunahet përveç Allahut. Do thot askush nuk i fal gjunahet përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur e thot njeriu këtë fjalë, duhet ta ketë parasysh emrin e Allahut ose emrat e Allahut që vinë me këtë kuptim si Ghaffar ose Ghafur ose Ghafiru dhanb, domethënë falës i mëkatit, Ghafiru dhanb, falës i mëkatit. Ghafur dhe Ghaffar i përkthehen domethënë si falës i madh, falës i shumt. Domethënë që Allahu subhanahu wa taala i fal të gjitha mëkatet kur njeriu kërkon falje prej tij dhe njëkohësisht domethënë nuk ka mundësi t'i falë mëkatet askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot faghfirli, atëherë më fal mua. Kjo është kërkesa. Domethënë gjitha këto janë afrim tawassul tek Allahu, duke e përmendur gjendjen e vet njeriu, duke i përmendur emrat dhe cilësitë e Allahut, edhe thot mi fal mëkatet me një falje prej teje, domethënë falje që është dhurat prej teje, të cilën domethënë ma jep ti, jo se e kam merituar me diçka, warhamni dhe më mëshiro. Domethënë kjo është kërkesë për ta fituar mëshirën e Allahut, dhe ai që e fiton mëshirën e Allahut, domethënë i ka fituar të gjitha shpërblimet dhe mirësitë. Innaka antal ghafurur rahim, se me të vërtet ti je falësi, mëshiruesi. Domethënë përsëri tawassul tek Allahu duke i përmendur emrat e Allahut, dhe këta dy emra janë të përshtatshëm domethënë me lutjen, sepse u kërkua falje, edhe thot ti je falësi, edhe u kërkua mëshira se ti je mëshiruesi. Do thot këto janë dy prej lutjeve që janë sunet, ka lutje të tjera të shumta që janë përmendur në hadithet sahiha, por gjithashtu domethënë edhe nëse del jashtë këtyre lutjeve, domethënë nëse kërkon njeriu konkretisht diçka për vete ose për familjen e vet, për udhëzim, për të mirat e fesë dhe ahiretit, por edhe për të mirat e dunjas, lejohet në këtë vend. Prandaj, si thamë, është mirë ta zgjatë, por imamët në namaz e kanë të vështirë kështu, domethënë ta zgjasin teshehudin e fundit me lutje të shumta, sepse ndoshta shkakton vështirësi për disa njerëz, por edhe shumica e njerëzve nuk dinë edhe mendojnë se është zgjatje e tepruar. Dhe ka, domethënë shumë herë kanë reaguar disa prej njerëzve. Prandaj imami duhet të jetë mesatar. Mirpo ta di xhamati çdo herë se sa më shumë që e zgjat imami dhe nuk i jep selam, domethënë ajo është aq më mirë për ty, që ke hapësirë për lutje të shumta. Edhe duhet të shfrytëzosh këtë kohë. Dhe në fund ka thënë autori rahimahullah, amma fi at-tashahhud al-awwal fa yaqumu ba'da ash-shahadatayn. Domethënë sa i përket tashahhudit të parë, domethënë kur ka namazi dy tashahuda, që është namazi i drekës, i ikindis, akshamit dhe yatsis. Farzet kanë tashahhud të parë, pas përfundimit të shahadetit, domethënë duhet të ngrihet. Kurse këto që folëm deri tani ishin për tashahudin e fundit, para selamit. Kurse tashahudi i parë, kur e mbaron shahadetin, ngrihet, pasi thotë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, atëherë Allahu akbar për rekatin e tretë. Por ka thonë wa in salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa afdal li umumi al-ahadith fi dhalik. Por edhe nëse çon salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot është më e vlefshme sepse hadithet janë të përgjithshme në këtë kuptim. Pra ka qëllimin Sheikh Ibn Baz rahimahullah që mund të çohen salavat edhe në tashahudin e parë. Domethënë edhe në këto namazet që i përmendëm, drek, ikindi, aksham, yatsi,
në tashahudin e parë, përveç e tahiyatu deri te shahadeti, mundet edhe salavat. Mirë po, shumica e dietarëve janë të mendimit se nuk janë të ligjshme salavatet në tashahudin e parë, sepse i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për në fund, para lutjes. Kurse domethënë dietarët të cilët thonë se bëhen edhe në tashahudin e parë, e bëjnë me krahasim. Domethënë pasi i ka përmendur në përgjithësi, atëherë bën edhe në tashahudin e parë. Mirë po, ka një transmetim nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, thot, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ma ka mësuar tashahudin në mes të namazit dhe në fund. Domethënë edhe në tashahudin e parë dhe të dytin. Dhe pastaj thoshte Abdullah ibn Mas'ud, kur të ulet në mes të namazit, thot at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu deri te shahadeti. Pastaj ka thonë, thumma in kana fi wasati as-salah nahada. Hina yafrughu min tashahudihi. Nëse është në mes të namazit, domethënë pas kësaj ngrihet në këmbë, pasi ta mbaroi tashahudin. Wa in kana fi akhiriha da'a ba'da tashahudihi, ma sha Allahu an yad'ua, thumma yusallim. Por nëse është në tashahudin e fundit, atëherë lutet sa do Allahu, domethënë ti mundsoj që të lutet, pastaj jep selam. Do thotë, prandaj pasi ka tekstualisht, atëherë teksti ka përparësi para krahasimit ose ijtihadit të dietarëve. Kështu që më saktë është se në tashahudin e parë thuhet vetëm, ose në uljen e parë thuhet vetëm tashahudi. Kurse në uljen e fundit thuhet tashahudi, salavatet dhe lutjet siç u përmend, wallahu a'lam. Mirë, mjafton me kaq dhe pastaj pasojnë sunetet e namazit, për cilat do të flasim inshallah në takimet e radhës. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa fikum barakallahu.